Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po takohemi sërish së bashku për të komentuar një fotografi që në fakt ka bërë namin ditën e djeshme. Fansat e gjestit edhe të Blerinës në këtë rast kanë publikuar një fotografi e bashkuar nga i njëjti vend ku ka qenë Mario dhe Egli Tako. Tani, fotoja nuk e dim në qoftë se është e bërë në të njëjtën datë, nuk e dim në qoftë se është e bërë në të njëjtën ditë, por ajo që ka marrë vëmendjen tek publiku shqiptar është ky fenomeni që është e bërë në të njëjtin vend. Egli ka folur dikur për Marion. Nëse ne do të kthehemi në vitet e mëhershme, do të lexoj unë statusin që ka bërë Egli. Bëhet fjalë për vitin 2023, nëse nuk gabojmë, atëherë ka dalë kjo fotografi. Egli ka pas reaguar ashpër ndaj kësaj daljes për faktin se nuk i lini gjërat të rrjedhin siç duhet. Do e shoh nëse ekziston ky reagim derisa jam me juve ndaj kësaj gjëje. Okej, nuk ekziston. Domethënë në atë kohë Egli po ekziston. Në atë kohë thot Egli kështu. Kjo domethënë ka dalur në vitin 2023 nëse nuk gabohem. Po si dreqin jeni kaq të pangopur, thot. Kaq të pacip dhe të këqin. Sa e ndaluar qënka të kesh shok, sa e ndaluar qënka të kesh një rreth shoqëror, një shok të ngushtë. Në atë video mund të ishte kunati im, mund të ishte shoku im i ngushtë, që nga 9 vjeçarja mund të ishte djali i tezës sime apo çdo mashkull tjetër që më do qefi të mbaj në rrethin tim shoqëror dhe ndjem krenare dhe mirë që jam pranë tyre. Ju ku i keni faktet që vendosni tituj kaq të ulët, sepse nuk e keni bërë vetëm me mua, por edhe me figura të tjera. Apo mjafton të mbushni faqet me lajme, po siç keni shkruar, ku janë faktet? Se kush i mban ofendimet, për kë s'ju intereson? Uroj që çdo mashkull që keni në jetë, që tek babai juaj, që t'ju a bëjmë për burr, që sa ta kuptoni sa rëndon kjo gjë. Na lini të lirë në shoqërinë tonë, o Shqipëri e qelbur dhe e prapambetur. Ky është reagimi i Egli Takos në vitin 2023. Prandaj u mundova që ta gjej. Domethënë, edhe në vitin 2023, Egli e ka përmendur edhe kunatin në këtë mes dhe u mundua që ta sqaronte situatën e saj me Marion. Tani këtu ka dy gjëra. Edhe në qoftë se Egli ka patur dikur një lidhje, respekte për Marion dhe dua t'i kërkoj shumë falje bashkëshortes së Marios në këtë rast, që me pa të drejtë, fatkeqësisht u bën pjesë e medias ros, edhe ndoshta ndjet keq që po e dëgjon emrin e bashkëshortit të saj, ndoshta fëmijët ndjen keq tani që po dëgjojnë emrin e babait në rrjetet sociale, sepse këto dreq lajme mbeten edhe të arkivuara, sado që në të ardhmen fëmijët të kërkojnë. Unë dua të sqaroj një gjë që është e turpshme të merremi me histori dhe të bim emra dhe sidomos figura publike diçka që dikur edhe është përmendur. Egli ka të drejtën e jetës së saj të bëjë çfarë të dojë në të kaluarën e saj. Nuk ka qenë Mario shoqërues, personazhi i cili e ka sjell Eglin tek shtëpia e Big Brotherit. Egli e qartësoi këtë gjën që Gert Ferën e kanë detyruar të fletë dhe në qoftë se kanë patur një marrëdhënie apo qoftë një shoqëri në mesin e tyre apo qoftë edhe një lidhje intime, çfarë do qoftë, ajo ka qenë në të kaluarën dhe Egli deri në kohën që para se të njihet me Gjestin ajo ka patur mundësinë të bëjë çfarë të dojë, se dhe Gjesti ka patur mundësinë në jetën e tij të bëjë çfarë të dojë dhe nuk duhet komentuar kjo gjë. Unë mendoj që Egli duhet komentuar në Big Brother që në ditën kur ajo është njohur me Gjestin, se tani ju edhe për Edonin mund ta nxirrni fajtore atë, e kupton? Dhe mendoj që nuk është e bukur të vinë fotografi, të vinë situata të këtilla, sepse në rregull, hajt ja për Eglin, Egli është mësuar ndoshta edhe për ballon, ama besoj për familjen të Marios nuk është e lehtë ta dëgjojnë për ditë emrin e bashkëshortit të babait të tyre që po komentohet për një diçka që realisht nuk është edhe një foto e bëm e bashkë, është një foto e shkrepur në të njëjtin pozicion dhe në të njëjtin vend.
Tani ndoshta mund ta ketë shkrepur Egli për një tip shakaje në shoqëri dhe për t'u argëtuar të dy, po mund ta ketë shkrepur dhe Mario. Do të thënë, thjesht ose mund të kenë qenë dhe në atë tipin e asaj kohe që të përdorim këto fotografit për të bërë pjesë e medias roz, bëhemi të famshëm, do të thënë, pjesa e një artisti apo e një tipi që do të jetë një trajnues i famshëm ku nuk shkon. Egli Tako, unë jam munduar ta përmbledh në një gjë, domethënë këtë. Egli Tako, një nga figurat më të komentuara të këtij edicioni të 4 të Big Brother VIP Albania dhe një prej 4 finalisteve, është vënë sërish në qendër të vëmendjes mediatike. Këtë herë jo për rukëtimin e saj brenda shtëpisë apo për lidhjen e saj me fituesin, gjesti, por për një emër që ka filluar të përndjek çdo diskutim publik pas daljes së saj me Marion. Në edicionin post Big Brother me Ledion Liçon, Egli u përball me një pyetje që i preku direkt imazhin dhe ndershmërinë. A ke një lidhje jashtme me një djalë të quajtur Mario? Ishte një pyetje drejt për drejt e mbështetur nga thashethemet që kishin qarkulluar intensivisht në rrjetet sociale që prej finales. Egli reagoi me njëherë duke i hedhur poshtë me vendosmëri të gjitha aludimet. Me një ton të prerë ajo sqaroi: Mario nuk është as i dashurim, as instruktori personal. Është instruktori i burit të motrës sime, kaq. Por ndërsa fjalia e saj tentoi të mbyllte kapitullin e thashethemeve, interneti shpërtheu si asnjëherë më parë. Fansat e gjestit, por edhe pjesë të tjera të publikut u hodhën në gjueti të provave, duke nxjerrë në rrjet foto të ndara të Eglit dhe Marios, të cilat ndonse nuk janë të njëjta, janë bërë në të njëjtën datë dhe çuditërisht në të njëjtin vend. Këto detaje ndosën alarmin. Si është e mundur që dy persona pa lidhje të ngushtë mes tyre të ndodhen në të njëjtin vend, në të njëjtën ditë e të postojnë në mënyrë të koordinuar? A është ky një rastësi e pafajshme apo një gjurmë e një realiteti që po tentohet të fshihet? Në rrjetet sociale dyshimet nuk ndalojnë. Disa komentues kanë shkruar aq larg sa të thonë se Egli ka luajtur një lojë të dyfisht brenda shtëpisë duke krijuar një lidhje të fortë emocionale me gjestin, ndërkohë që jashtë mund të ketë pasur një tjetër jetë, një tjetër lidhje, të cilën e ka mbajtur të fshehtë. Kjo situatë ka ngritur pikpyetje të mëdha edhe mbi sinqeritetin e saj ndaj gjestit, djali që publikisht shfaqi ndjenja të thella dhe që mbeti deri në fund i përkushtuar ndaj saj. Edhe pas daljes nga shtëpia, tifozët janë ata që ndihen më të zhgënjyer dhe duke kërkuar të vërtetën me ngulm dhe duke kërkuar që Egli të jetë më i qartë, më i sinqert dhe më ballafaquese me publikun që e ka ndjekur hap pas hapi. Por a është kjo një situatë nxituar nga keq interpretime apo vërtet fshet diçka Egli? Për momentin ajo ka zgjedhur të qëndrojë në versionin e saj zyrtar. Mario është thjesht një figurë periferike në jetën e saj, por një realitet ku imazhi dhe koha dhe vendi dokumentohen në çdo klikim. Publiku kërkon më shumë se sa fjalë, kërkon transparencë në këtë marrëdhënie të dashurisë.